Territori shqiptar për datën 8 maj 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht me diell dhe temperatura të larta për periudhën. Vranësira të pakta priten kryesisht në relievet malore gjatë pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor, me shpejtësi 4 deri në 8 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare, era mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë, Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 30 gradë, Durrës 18 deri në 29 gradë, Kavaj 17 deri në 28 gradë, Elbasan 16 deri në 29 gradë Celsius, Berat 16 deri në 30 gradë, Korç 14 deri në 27 gradë, Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 17 deri në 29 gradë, Sarand 18 deri në 28 gradë Celsius.